Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 19 prill të 2025. Si ditë e shtunë, që është një ditë ku gjërat flasin vetë, ndonjëherë, dhe mundësit janë të mëdha në lidhje me takimet dhe vendimet të rëndësishme që kanë të bëjnë. Por meqense është një periudhë vendimtare në lidhje me çështjet e karrierës dhe të vendimeve të ndryshme që mund të keni, por meqense pikërisht dita e shtunë e datës 19 prill, ku Marsi një trekëndësh me Luanin që bën me Netunin në dash, do të thotë që ndryshime të mëdha mbajini mend këtë ditë, sepse zbulimet përpas skenat ku do të kenë në lidhje me paligjshmërinë që ka ndodhur më përpara, duket se ka të bëjnë shumë me çështjet e ndryshimeve të mëdha dhe kohës që do të ndikojnë. Dhe kjo do të thotë që është mundësia dhe momenti i duhur për të bërë veprimin ashtu siç neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Kështu që është një mundësi e artë për sa i përket çështjeve që lidhen me karrierën, lidhen me çështjet mëdha financiare dhe jo vetëm. Duhet pasur kujdes nëse neve kemi mundësinë për të zgjidhur anën ekonomike, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim që është dhe periudha më e mirë, por bëni kujdes sepse disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç e prisni juve. Duket se shenjat e ajrit dhe shenjat e tokës kanë pak ndikim në këtë drejtim. Mirë është të prisni pak dhe të mos nxitoheni, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi, por probleme në anën tuaj. Megjithatë, pikërisht kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe për disa unë mund thosha që do kërkojnë një farë mënyre të bisedojnë me persona të rëndësishëm, por nuk e kanë gjetur mënyrën dhe kohën. Kjo është tjetër gjë, se mundet që juve të mendoni ndryshe, por pikërisht ditë e shtunë e kësaj dite duket se ka një ndikim pozitiv për shumë njerëz që presin për të bërë diçka. Dhe jo qëllimisht që ka të bëjnë në lidhje me punën, sepse Marsi në Luan ndikohet shumë. Gjithashtu, dielli kalon në shenjën e Demit pikërisht këtë të shtunë, ku jep mundësi, jep rëndësi dhe fillon me shenjën tuaj, ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe do të keni mundësi, kanë një ndikim shumë të mirë në 4 javët e ardhshme. Kjo ditë që do të ndikojnë puna, do të ndikojë karriera, mundësi të reja që do të keni, koha e duhur mbi takimet që bëhen dhe jo vetëm, prandaj mundoni që të jeni sa më të qartë në ato që doni të bëni. Kurse në anën tjetër ka diçka shumë të madhe në lidhje me çështjet që lidhen me ekonominë, me të ardhmen, por meqense duke pasur parasysh afërdita planeti dashurisë i marrëdhënieve parave, do thotë që në 4 javët ardhshme duket se në çështje kontratash, në lidhje me punën, duke filluar nga dita e sotme para ditës së shtunë, përgatiteni për të diel, për të hënën në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimin tuaj, në lidhje me vendime që do të merrni, janë vendime historike. Kështu që është dhe koha më e mirë e mundshme për të marrë vendime, është pikërisht dita e sotme.